وسبحان الله بكرة وأصيلا. Letër pejgamberit tim të dashur. Allahumma salli Pyeta vetëm, po të shkruaja letër pejgamberit tim, çfarë do t'i kisha thënë? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, o pejgamberi im i dashur. Kjo është letra ime më e dashur që e kam shkruar ndonjëherë, por sikur kam frikë nga lapsi im. Koha në të cilën jetoj unë, o shumë larë nga koha në të cilën jetove ti, o shumë ndryshe nga koha jote. Një botë e shkencës dhe llogaçieve, por një botë plot luftra, trazira, pasiguri dhe padrejtësi. Botë e turbulluar, ku nuk mbetëm pa u zhytur edhe ne, ummeti yt. Pyes, vallë, çfarë do të thoshe kur të shije se sa shumë nga ummeti yt në vend të Kuranit dëgjojnë muzikë, në vend të halallit pëlqen harami, në vend të xhamisë pëlqen rrugën, në vend të mësimit pëlqen dëmbëlin. Unë jam një djalë 15 vjeçar, po shumica moshetarëve të mia nuk falin namaz, nuk agjerojnë, nuk din të lexojnë Kur'an. Edhe pse të gjithë thonë se janë musliman. Serialët, këngëtarët, interneti, lojrat, janë diskutime në klasë, në mahall, e kudo që t'ju. Po në bisedat tona, ti nuk je prezent. Në shkollat tona, i kanë mbyllur dyert për ty. Na dhe në shpina nga libra, por emri yt nuk përmendet askund. Prandaj, kisha frikë nga lapsi im, o i dërguari im i dashur. Por unë dua të takohem me ty në xhenet. Prandaj, do të mbështetem në Allahun dhe do të qëndroj fort, sepse ti je mësuesi më i madh i njerëzimit. Në këtë botë të çrregulluar, çfarë do të bëja unë pa udhëzimin tënd? Si do ta njihja unë Allahun tim? Si do ta njihja unë Kur'anin tim? Si do ta njihja unë fenë time? Këtë letër unë po e shkruaj në muajin Rabiul Awwal, në muajin në të cilën linde. Dhe kjo letër të gjithët lartë që për hir të kësaj vepre, Allahu të më mëshiroj, të më udhëzoj, dhe ditën e llogarisë të marrë të ftesën me sukses të dalluar, e ti të krenohesh me mua, o pejgamberi im. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila.